Fjalëve të para që Hazreti Muhamedi alayhis salam I ka thonë në Medine. Ky titullin që praktikisht ndoshta s'na ka rënë ndonjëherë me pa ose sigurisht edhe s'na ka rënë fort me mendu. Unë jam mundu me përzgjedh këtë titull sepse mendoj se është rëndësishme njerëzit me ditë cilët ishin fjalët e para të pejgamberit në Medine. Sepse ju që dini këto ditë janë ditë të hijretit dhe domthonjë janë për kujtim të ngjarjes ose ndodhisë së madhe të hijretit, që mendoj I kisha thonë veç disa fjalë të hijreti. Hijreti është njëra prej ngjarjeve më të mëdha në historinë e muslimanëve, edhe me të drejtë e kanë marrë edhe si referencë numërimit të viteve prej hijretit. Unë I kam numëruar disa ndryshime që I ka bëu hijreti e që mendoj se këto ndryshime ka qenë arsyeja pse muslimanët kanë marrë datë historike hijretin, pse s'u marrë në datë tjetër. Për shembull lindja e pejgamberit, vdekja, për shembull lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, pse s'janë merr ato referencë dhe me to më mat vitet, po u marr hijreti. Kisha pas dëshirë kështu si fillim me pa ton atë ndryshimin e madh që ka bëu hijreti në historinë e muslimanëve, edhe të botës me gjas. Për të para është hijreti shënon ndryshim radikal. Është ndryshim I madh. Është ndryshim I madh në tana dimensionet. Prej një situate të madh persekutimi, vujtje në një situatë ndërtimit të shtetit. Domethënë e kemi një ndryshim radikal në të tana dimensionet. E dyta është ngjarja më me ndikim histori, edhe ngjarja më e njohshme për gjithë musliman. Nuk ka musliman në botë dikon që nuk e din çfarë është hijreti, ose nuk e kujton çka do të thonë shprehngulja pejgamberit prej Mekës në Medinë. Treta është hijreti shënon ndryshimin edhe të vendit, do të thonë çysh ishte Mekka ku zhvillohej kreta e betejë e thirrjes se tash u ndryshoi vendi dhe kalohet në atë kuptim topi del në Medinë dhe krejt, do të thonë me shpallje, me lufta, me tana beteja zhvillohen më mbrapa në Medinë. E katërta ndryshon natyra e shpalljes. Kishim ajete dhe kishim domethënë gjuhë tjetër të shpalljes në Mekë. Ishin ajete të shkurta, ishin ajete të fuqishme, ishin ajete që I trokisnin zemrës dhe mendjes së njeriu. Edhe tash në Medinë kemi ajete më të gjata, kemi ajete në formimin e shoqënisë, kemi ajete në shtjellimin e dispozitave. Domethënë për herë të parë kemi trajtim të dispozitave dhe për ata në trajtimin e dispozitave gjithçysh u kanë nevojshme mu zgjat ajetet, për çata ajetet e gjata kryesisht janë karakteristike Medinës. Kemi ndryshime të mëdha politike. Domethënë ndryshime të mëdha politike, derisa në Mekë s'mendoj për një hipotezë politik. Në Medinë kemi më kushtetut, kemi bojmë me shoqëni, kemi disa hapa që janë praktikisht pjesë përbërëse e ndërtimit të një politike islame. Parafundit është ndryshimi në legjislacion, domethënë tjetër gjë diskutoi për ka ligji, për ka ligjet, për ka dispozitat. Tjetër natyrë kishin ajetet në Mekë, tjetër natyrë. Bile këtu kisha thonë nëse guxoj me thonë hijreti edhe kuptimi I mirë I këtyre dy etapave është pjesë e kuptimit të Islamit. Njerëzit që nuk e marrin vesh mirë periudhën e Mekës dhe periudhën e Medinës kur s'kanë me marrë vesh as Islamin mirë. Sepse nuk është rastësisht edhe nuk e ka lënë Zoti krejt rastësisht rrugtimi I shpalljes tonë 13 Mekë 10 Medinë. Me gjitha këtu specifika, për çeta unë mendoj sot asoj dite, na nuk mundu me thonë që periudha e Mekë ka qenë periudha u kry. Jo aja ka me mbet në histori, edhe kuptimi I mirë I situatës të Mekës, edhe I rrethonave dhe I peripetive të Mekës ka me ndikuar në formimin e muslimanëve. Për ata mendoj që të kuptuarit të situatës të Mekë ose shpalljes mekase, edhe shpalljes medinase është pjesë të kuptuarit tonë për fen, praktikisht, edhe funit është hijreti është fillimi I shtetbërjes, edhe janë hapat e parë, celulet e para për me fillu një shtet që faktikisht kam I pas lloj të gjatë dhe ka pas ndikimin më vonë edhe kontinente jashtë Arabisë. Tash që kjo është hijreti që praktikisht është marrë si datë historike. Edhe tani pse nisa me hijret, sepse e kena një periudhë kur domethënë është muhabeti gjatë me fol predikimi pejgamberit Mekë,
Gjithë ato jete, dhe më thonë, e thash në gjumon, krejt predikimi që është bon Mekë i ka rumbullaksu dikun 150 musliman, për 13 vjetë. Për 13 vjetë i bjen dikun 1 muj kaninire ka pranu fejnë nëse e shpërndojmë në muj. Tani kena periudhën e Medinës. Periudha e Medinës karakterizohet domthon me shtetbërje, me përhapje të fesë, edhe karakterizohet me sakrificë dhe ndërtim të shoqënisë. Tash neve po na intereson pejgamberi alayhis salam kur ka shkuar në Medinë, cili ka qenë mesazhi i parë. Dikush thot për ju pse është më rëndësi me ditë cili është fjalimi i parë. Unë mendoj shumë më rëndësi me ditë pse është fjalimi i parë, sepse fjalimi i parë i pejgamberit në Medinë alayhis salam na hap horizontin qysh do të thjesht na jap të kuptuar shtesë qysh me i trajtu gjanat. Sepse i kam një 4 specifika që do të mi pas parasysh në këtë farë fillimi. E para për tyne është pejgamberi alayhis salam me të shku në Medinë, domethënë është përpjekja parë për shtetbërje. Tash, fjalimi i tij ka me qenë ka shtetbërja, domethënë fjalimet e tij kanë me qenë në mullit bërjes shtetit. Domethënë fjalimin që e ke mësonte me trajtu atë hadithin. Është hadith që disa ulema ka konsideru bazat e fillimit të shtetit. Aja baza ideore e shtetit. Domethënë, mos harani, e kemi një fjalim ku pejgamberi ka shkuar në Medinë dhe e ka të qartë në kokën e tij, objektiva është tash e tutje fillon shteti. Tash, qiti shteti me çka me i parapri? Me i parapri me një hadith ose me një fjalim. Çat fjalim na sonte kena në trajtim. E dyta, që ti shteti që po dojna me ndërtu, çka i paraprin këti? Paraprin formimin i shoqënie. I një shoqënie muslimane. E katërta, qësaj shoqënisë që e kem gjetë Medinë. Kjo shoqëni, a ka diversitet? A janë krejt musliman, a janë krejt burrat mirë? A ka dhe jahudi? A ka dhe poletest? A ka dhe musliman? A thot feja jonë që për me kriju shtetin islam do të mi çfaros njerëz, edhe veç musliman me ilon, apo do të mi pranu qytetarë të rëndom, edhe fet tjera. Domethënë, hadithi na jap me kuptu që pejgamberi alayhis salam po don me kriju një shoqëni me premisë islame, po në atë shoqëni po don me i përfshi tana strukturat, edhe tana fet, edhe tana pikpamjet e njerëzve. Jo që po menon dikush se shteti islam nuk, domethënë ka veç shteti islam dën binarët me qenë islame, po qytetarët, njerëz që kanë jetu aty, ata kanë dhe drejtën e lirë me zgjedh për besimit dhe për pikpamjeve tyne absolutisht pas një lloj imponimi. Edhe katërta, kjo thonje e pejgamberit me këtë rast është që është thash fillimin e epokës së re, edhe ky hadith e përfshin bukurinë e fesë tonë, edhe përfshin zemërgjërsinë e pejgamberit alayhis salam, dhe mendoj na musliman të risat, në rrethonat ku vetoj, mendoj që shumë do të me punu me që të hadith. Bili kësha pas qef, kush e ndëgjon që të ligjerat, me marë që të hadith si objektiv tjetës ti, edhe në shoqënit ku përjetojna me pas tonë si moto. Hazreti Muhamedi alayhis salam, kur ka mrin Medinë, llogaritet të një pjesë shumë e madhe dietar, atash mos më kapni për fjalë me thona bash fjala e parë, po llogaritet pe fjalive të para që i ka fol për fe. Po bojna fjalë dikon viti është 622, domethënë miladi, është dikon shtatori i këtij viti kur pejgamberi alayhis salam rrin në Medinë, edhe hadithin e transmeton një jahudi. Domethënë kur janë shku me ngu njerëz aty që janë kanë mos muslimanë, janë kanë këtë nacionalitetet aty. Ka qenë një jahudi, e ka pas emrin Abdullah ibn Salam. Ka qenë jo veç jahudi, ka qenë pres fetari që fotve, ka qenë njeriu më i respektuar në Medinë, edhe pe muslimanëve edhe pe jahudive. Ka qenë shumë figure respektueme. Ka qenë shumë i dijshëm. Thuhet që një pjesë të kohës gjithë e kanë kaluar në lexim. E ka ditë krejt komplet për mensh të vratin. Ka qenë shumë i hull për ka mendja logjika, edhe normal fakti që ka lexu të vratin ka pas informata për Muhamedit alayhis salam. Edhe u konë të e prit pejgamberin alayhis salam. A ditë thot kur kam rri pejgamberin në Medinë, jem konë të punu një palm, me gjashtë të vjellë diçka, edhe kom pas një teze, konë të mënimu, kur ka thirë zoni mriti Muhamedi alayhis salam në Medinë,
thot qyshem kam pe i pëmës, ku mbërtit Allahu Akbar, edhe jem të shu shpejt, edhe ajo tezë ka thonë, se po vërtet ti e jahuditi nuk... Çfarë lidhesh kiti me Muhamedin? Ti sharë Hazreti Musa, ja kish vlemi po këtu bërtime, po folin për një profet të arabëve. Thot i kom thonë tezës, ky që po vjen është sigur Musa a.s. Thot e na nis drejt gjithë prej anës ka faktikisht llogaritët se po vjen Hazreti Muhamedi a.s. Thot edhe ka shkem llogarit në krejt Medina komplet. Banorët e Medinës që ndalën me prit pejgamberin a.s. Kur jam shku thot, ka lavllak i madh, njerëz të vrapu, do të kaj, do të ugzu, do më thonë se cili e ka përjetu në atë formën e vetë ardhen e pejgamberit Medine, tash mune me imagjinu që thuhet nuk ka ditë më shëndetshme për Medinën se sa dita kur e ka shkel pejgamberi alayhis salam. Edhe subhanallah, kësa here kur po bisedojna me haxhit që po kthehemi pe haxhit, Medina së asoj dite e mban qetësinë edhe ndriçimin e pejgamberit alayhis salam. Subhanallah, Mekka është e shajt, s'ka dilemë, edhe ma me vlerë, nuk ka dilemë, është sa 100.000 namazë jashtë saj, po subhanallah Mekka është ma dinamik, ma halaka, ma përzim. Medine, ku të shkojsh, me të vërtet ka shaja që aty e trupi pejgamberit. Medina është shumë e qetë, është shumë qytet i lezetshëm, shumë qytet i ndriçum, se aty gjendet trupi njeriut më të mirë këtë botë. Edhe normal, imagjinoni atë pritjen emocionale që ja kanë bërë musliman, thot menzi ku mri me shku deri afër ti, edhe tashi fjalën e parë që e kum ngupe i ti. Tash një për interesant, kur e kanë prit, gjitha e mast, pejgamberi alayhis salam e ka marrë fjalën, edhe ju ka fol tash, nuk po tham muslimanëve, po tham ju ka fol banorëve të Medinës, komplet që kanë qenë. Ja i nas, o njerëz, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wasilu al-arham, wasallu bil-lejli, wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bis-salam. E transmeton Ahmedi Tirmidhiu shumë koleksionet hadithit që Albani konsideron për haditheve sahia, thot kështu o njerëz, për hapni paqen, selamin. E para, japni buk, ushqeni njëri tjetrin. E treta, mani lidhjet farefisnore. Edhe katërta, faluni natën kur njerëz flajnë të hinin xhenet sigurt, të hinin xhenet në paqe. I kem 4 porosi që një pjesë e ulemave i kanë konsideruar si baza teorike të ndërtimit të shoqënisë. Edhe unë mendoj këto është shumë urtësi e madhe, unë e di që këto si tema, si diskutim i keni ngu me mira herë, dhe unë nuk kam diçka tre me shtu për sa i përket këtyne porosive, po mu po më intereson shumë sot pse i ka thonë pe fjalive të para në Medine. Edhe këto mendoj që është urtësi e madhe, sepse aje ka poentën me ndërtu shoqëninë Medine. Edhe qësoj shoqënie pja jep bazën e parë. Cila baza e parë? O njerëz, jo musliman. Me këtë hadith, si kur ka dash pejgamberi mi fol këtë njerëzimit, o njerëzi, o milet, o popull, kush dënë me ndërtu shoqëni të shnosh, kush dënë me ndërtu shtetet të shnosha, i duhen të porosi. Për hapën e mas pari, paqen. Për hapën e paqen mas pari. Na tani kemu nalën se cilën ka pak, po kisha dash se cili prej nesh dhe manë shoqënit ku përjetojmë, na si fetar, mas pari kjo porosi është porosi që e ngjall pozitivizmin edhe shpresën, edhe ai që do me kon fetari mirëfillt, ja vlen me marr këtë porosi edhe me ta me qarkullune në shoqëninë ku ai jeton. Po shkojna se cilën ka një shpjegim të shkurt, edhe për më laksojna, une me ju kallëzu drejt, ma shumë e kisha poentën ta keni parasysh porosinë e partë pejgamberit Medine, edhe ta keni parasysh atë filozofinë edhe urtësinë pse është thonë kjo të i fjalive të para. Tash dikush për juve, mund më thonë mu, hujbe, se thash ma heret, kjo porosia paraqet bukurinë e fesë, po e paraqet edhe zemërgjërsinë e Muhamedit a.s. A dini pse e paraqet zemërgjërsinë e Muhamedit a.s. Sepse mos harani, ky njeri kur ardh këtu kur po fol, a dini që i ka bo 450 km me deve? A dini sa është i raskapitun? A dini sa është i torturum që 13 vjet? A dini sa zorët, sa plancat, sa dheve, sa plohni, sa gurët, sa të shamet, sa akuzat i ka përjetu? 13 vjet aj me shokët e ti. Edhe një burë që ka që madhë.
me ardhë mas 13 viteve, persekutim, torturë, vujtje, edhe me ardhë në Medinë, edhe me qelë muhabetin e parë, normal nuk u kanë let me harru Mekën, me harru gjitha të tortura dhe me nisni muhabet të ri. Normal këto e bën një njeri që ka zemër të madhe, edhe thjesht, është ideja mos me lodh njerëz me ato që kanë ndodhur në Mekë, po me fillu një fillim të ri, një epokë të ri, një etapë të ri. Unë kisha dash shumë musliman me pas parasysh. Mas do ditë na kemi Ashurën, Mas do ditë kemi Ashurën. Në ditën e Ashurës u myt Hazreti Huseini. Hazreti Huseini nipi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe është ajo puna e shija, u keni me pa ju, ata që më shohin vetët. Edhe a dini problemi është sot shijet edhe sunit, një pjesë e betejës u për Ashurën, se ju e keni myt, ju na keni myt. Imagjinoj çfarë se holta kur kthehesh me këshyrë, se holta është. Mirë për burr, hade po kushtimesh po thojna. E pas kanë myt Hazreti Huseini shumë më vjen keq. Pe njerëzve më të mirë që ka pas me Islam, ne pe pejgamberit, këtë me gjithë. Çka kam fajon? Çfarë foj bajon me atë formë? Unë sikur ai shija tipo, unë jam sunet. Unë vjen keq shumë që kanë myt Hazreti Huseini. Po pse po më shon tash ti mu? Çfarë foj kam unë? Çfarë lidhje kam unë me atë temë? Ka ndodhur para mira vjet vallë. Pse s'do të më harrua atë epokë? Po do të më akuzu nipat e stërgjyshat, domethënë deri në ditë kiametit. Ai që është sunet ka mu akuzu pe shetë se u myt Hazreti Huseini. As ka lidhje, as ka dorën tonë, edhe unë jam sunet. Shprehje keqardhjen maksimale që u myt nipi pejgamberit alayhis salam. Më dhën vjen shumë keq. Absolutisht mos çdo, edhe besoj çdo suni e ka nitën e tij. Problemi është që po na met neve truni bllokum, edhe po na mesin do i ditë bllokum edhe çatu. Ai keni pa këto fraksionet islame, që i 100 vjet u koni fraksion ata hala na lodhin këtu. Leo epokë kryen është ajo burr, krye ai histori, mos na lodh. Hadi cilat janë sfidat e kohës. Unë mendoj pe të lashëve të predikimit fesë është si po diskutojnë të lashe të vjetra. Po diskutojnë të lashe që me të vërtet janë bo demode ju ka kalu afati. As s'janë prezent hiç, s'janë numet hiç, po u kon filone dhe na lodhin me a ndërkas na shumë kena sfida të reja që u dash me i diskutu. Për ata, kështu një çfarë burri kena. Një njeri që harran periudhën e Mekës, nuk e përmen aty edhe fillon një fillim të ri dhe i fol me dinazve, hajde se duhet me ndërtu shoqëni, hajde se duhet me ndërtu shtet, duhet me ndërtu një bazë të fuqishme të një shteti islam. E qysh me çka më ia fillu? Me politikë më ia fillu? Jo, mas pari paqen shpërndate. Sepse paqja nuk ka punë veç e ligjit, nuk ka punë veç e shtetit. Paqja është punë e çdo shtetari. Çdo njeri mund për ha paqen këtë botë. Të paktën në shtëpinë e tij. Paktën me familje, me gruan e tij, mos harrojnë çdo natë duhet me shku mu lajmëru. Rahje, burri ka ro, gruaja ka ro burrin. Raste emergjente do të më shku me moment intervenu se ka kaca fytje. Hade secili le ta përhap paqen vendin ku jeton. Për ata mos të harrojmë që të muhabetin që Hazreti Muhamedi alayhis salam ka pas fuqi edhe ka pas madhështi me harru për një moment periudhën e Mekës edhe më ços periudhës së Medinës të i harru gjitha ato persekutime, tortura që ja kanë bërë Mekas në Mekë. Po shkojna, po i shpjegojna shkurt, tona pej tyne ka pak, normal dojna më nalë të selami pak ma gjatë, sepse të selami unë jam hojgjë, po unë e kam një telashe. Ajo telashe jam është që kur të predikohet për hap në selamin, zakonisht predikimi është thuni një i tjetët selam aleikum. Edhe si të thuni selam aleikum, dhe më thonë për hapet paqja. Unë e kam një telashe me që të farë sfjegimi se mua kam doket që na po i thojmë një tjetrit selam. Paqe. Po s'ka për hapet paqja. Njerëz armitsum me një tjetër njërë musliman në botë sot. Njerëz që mas shumë të së në dëroj një tjetërin janë musliman sot. Apo jo? Një sunet edhe një shet, në lindje myten, prehen, ngrihen, bëhen salat, kur të vinë përëndim jetojnë një banes, kur problem s'kanë. Njoni jeton natë, njoni pusht. Asni konflikt se kanë asni herë. Kthejen vanet e tyne, salat bëhen. Dhe më thonë, shumë jemë në të armisun. Ky përket ati grupi, ky s'tjep selam, jo t'jep selam, ky s'është pej neve, mos jep një selam non. Me të vërtet jemë të armisun shumë. Kështu një farë selamit, gojës,
jem ke dhome, kem dhon ko xhamati, po unë po mduket që ky selam i gojës nuk ka dhon boll rezultat. S'ka dhon boll rezultat brenda xhamia, na brenda xhamia toni dhom selam një tjetrit. Bile mas namazit e ke pa do mi thon Allah e ka bodi dhe mesjidut mi thon selam aleikum. Se domon gjithësysh ndërkaq hajde bëhom real, që ky selam i gojës a ka dhon rezultatin? Unë mendoj që nuk e ka dhon rezultatin, për çfarë do të më hulumtu ma thell pak. Qysh ma thell? Domethënë ky selam i këtu, a është për qëllim veç thunë me gojë, a është për qëllim diçka më shumë se kjo? Unë mendoj që është më shumë se një selam i gojës, për çfarë po du më nal në këtë çështje. Te puna e selamit, kur të kthenin histori me këshyr situatën e muslimanëve, në të kaluamën muslimanët kanë pas tjetër selam sa të kanë tjetër selam. Sepse nëse selami nuk është se tash pa i thojna paqe për një moment, paqe, siguri. Nëse paqja e shprehun me gojë nuk buron nga një paqe e brendshme, kjo është paqe falc. Nëse ti nal mund rrugë, edhe ti mu makinati, ti mu rrejnë, ti nuk më dënë, ti më thu mu bidatxhi, ti më thu njëri presht, ti më thu kështu, po më takon rrugë dhe më thu selam aleikum, të shine po bëj pyetje, që ky selam jyti gojës, a është reflektimi brendshëm i jyti? Jo, se ti mrena tjetër gjë ki për mu, apo jo? Dhe më thonë, nëse selami i shprehun me gojë nuk është reflektim i një bindje të brendshme, këtë është kjo. Nëse ti mu m'jep selam, që thu paq, thu je i sigurt për meje, paqja e Zotit, paqja ime, je i sigurt. Nëse ti krishtu edhe mrapa më përqesh, mrapa më përbuz, mrapa më përgojon, atëherë për çfarë selami po bëhet pyetje këtu? Për çfarë selami po folim? Çka është muhabeti i parë? Nëse selami i shprehun me gojë, që është përshëndetja më e veçantë në botë, që nuk e ka asnjë popull në botë përshëndetjen e muslimanëve, nëse ajo nuk është kulturë e cila përveç gojës përkthehet edhe në teren, pyetja shtrohet çka? Nëse na çat selamin që e dhëm një tjetrit në rrugë, din na u bëhet kulturë, domethënë ç'është kulturë? Domethënë kulturë që ti selam ki edhe me dorë, selam ki edhe me kam, selam ki edhe me sy. A keni parasysh, domethënë kur dikush del me gru në qytet. Na i dhona selam veç sy do i shkon. Domethënë a ke pas mundsi një selam edhe me sy? A din mos me të qyrë një sigur me ko jeger. A keni parasysh? A dini kur dalim se ç'është këshyri njerëz? A mundet mos me të këshyr? A mundet mos me këshyr? Pse do të me të këshyr ashtu si jeger? Pse do të thonë kur selami nuk ka lënë kulturë, edhe mu boni paqe përgjithshme shoqënisë, praktikisht jem larg. E çështja tjetër. Nëse selami i gojës në çfarë do situate ka divergjencë me selamin e sjelljes së etikës, atëherë kemi bëjmë një selam të rrajshëm, i cili është shumë i përhapur me gojë, po asnjë rezultat nuk e jep teren. Që kjo është selami i muslimanëve sot. Por që ata unë e menoj, Hazreti Muhamedi nuk ka thonë veç thuni selam aleikum, ka thonë përhap në selamin. E përhap në selam, jep një selam. Jo thuni selam. A mundi me bëu dallimin jep selam edhe thuj selam? Thuj selam veç me gojë, a jep selam me krejtçanjen, ti prodhon paqë me krejt gojën. Apo kuptoni, unë mendoj shumë ka dallim me thon thuj selam aleikum edhe jepi selam. Se na thojnë nuk dha selam. Jo shumë rëndësike nuk a dha selam a nuk dha selam, sepse fjala dha selam është me krejtçanjen. Me shprej selam veç me gojë. Mas e ka thike. A u dën, në barke ka urrëtjen, me anë ka të shamen, i ka kurthat, i ka inatët, i ka faqet e zeza këtë mrena, veç me gojë shprej selamin. Kretë ne i mobilizun. Kallashin, altin, thikat, kretë të inatët i ka kretë botës. A këtu, selam aleikum, ta shprej mirë, me arabisht ta thët. A mrapa kretë i ka të në të kësijat për ty.
Kjo a dini çfarë? Kjo me shpreh selamin, jo me dhon selamin. Ti nuk e dhon selam. Ti nuk më ke dhon selam. Ti ma ke shpreh selamin, veç e ke citu me gojë selamin. Por ata, hajde të bindum një parim. Na duhet me dhon selam. Jo me shpreh selam. Jo veç me shpreh, domethënë normal që duhet edhe me shpreh. Po nuk ka mjaftueshme veç me shpreh selamin, duhet me dhon selamin. Kjo është ajo që na duhet sot në shoqërinë tonë. Edhe tash dikush thot ku e ki telashën hoxha, bën se po shihet që unë kam telashën me këtë muhabet. Unë kam telashën me këtë muhabet, për arsye se interpretimi që i bëhet selamit sot është, për shembull ka shumë njerëz, për shembull të këshyr këtë, që adin thuaj selam aleikum, thotë zgatja, rahmetullahi wa barakatuh. Dëshish i na bë rap këtë të fjalëve. I na bë rap të fjalëve. Edhe tani jam ka shohum, veç kushdo me rrejt vetë. Tani jam ka shohum që ky selam nuk ka jap rezultat. Si është dashur me gjendja më e mirë. Domethënë çka, hajde të kthejmë bëm kritik ndaj vetvetes. Pejgamberi alayhis salam ka thonë la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk i mufut në xhenet deri të besoni. Wala tu'minu hatta tahabu. As nuk keni me besu derisa duheni. Të lashe për burra se dashnin nuk mund është kret me dirigju. Unë jam musliman, jam edhe hoj, s'po mujt du o burë, s'po mujt du, s'po mi qenë. Keni parasysh dashnia është ka njerë, nuk ki kejtë pushtet mi dashnin. Do njerëz i don, do si don, s'po du, s'po mujt me dasht. A thu se ka ditë Zoti që na dashnin ka njerëz së në dirigjoj? S'po mujt, këto du, këto se du, s'po mujt e du. Zoti ka ditë që dashnia është ndjenjë që njeriu jo gjithherë mund me kontrollu. Edhe në vazhdim ka thonë pejgamberi ela adillukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum. Këtë punë e dashnisë na shtoson e kontrolloni, ajo tregoj diçka konkrete që kishit mujt me mrri. Sa arsysht më është feja jona, nëherë ka lyp shumë. Me dash njerëz ka lyp. Anën tjetër ti e ke bëni pyetje, po si jam kam më i dash këtë njerëz. Që tonë s'po më jetu, se di po kam qenë me dash, po s'po më jetu. E mrapa e ka pranu këtë problematik, mrapa ka shtru, të ka kallëzu për një arsye që është praktike, ka thonë aty të regoj që është mu dasht, të regojnë këto mu ne bojmë. Qka është aja që duhet mu dasht? Ka thonë, jep një selam një tjetër. Do me thonë, jep një selam i bjen edhe që ato që eventualisht halen nuk e ke dasht. Nëse aj t'jep siguri, t'jep paq, pasha Zotin kime dasht një ditë. Pasha Zotin një gjematli, që nuk e ke dash një ku, po t'ka jep selam, u morën vesh qa me dhonë selam, t'ka jep selam, t'ka prodhu paq, t'ka afru paq, me krejt qenin e ti t'ka bu paq, pasha Zotin kime dash një ditë, edhe jam shumë i bindun, gjdo njëri mbut, që të ofron paq s'ki qara për dasht. Gjdo njëri mbut, s'të përgojen, s'ta ka inati, s'ta ka gjelozi, domthon, s'ki qare për e dasht. Nështë në fillim se ke dasht, ma vunë gjithë kime dasht. Të hazët tash i këtu foli me siguri. Ty jem shumë i sigurt. Mund është mos me i dasht këtë njerëz. Por, nëse arri me i dhonë një tjetrit selam, me i dhonë selam, sigurt ke mu dasht. Por ata është matematika, s'keni me inxhenet deri të besoni. S'keni me besu deri të duheni. Problem mu dasht. Jap një selam pra një tjetrit. Nëse jap një selam, keni me dash një tjetrin dhe kështu kësaj keni më fut në xhenet. Selami i muslimanëve i ka disa karakteristika që mendoj se duhet me pas musliman parasysh. E para për tyne që selami është përshëndetje e Zotit, e dyta në selam është emri i Allahut, es-selam, paqe është njëri prej emrave të Zotit, me i dhon paqe nuk i bjen mu dorëzu. A dini qysh? Për shembull, që ta është i kena do vllazni nuk na dhan selam neve. Mu sa ardh në xhami i bi rrugës dhe s'm dhan selam. Njëri që nuk t'jep selam, të që ai ka arsye të veta, i dinaj pse s'tjep selam. Ty të rrug një fari nati edhe thia ç'a thu? Thu mi bëm i dhonën në selam këtina, po i rritet morri këti, mos po mënon që bitutna. A den mos po mënon që mos po mënon që unë jam më i dobtë, më i legë jam ka tutna, jo që të fshini. Me i dhon selam dikuj nuk do më ham ju dorëzu. Jo s'tas të kum dorëzu, as nuk tutna, as si problem se ka me ty. As
Me bo kështu marrë, hisë të bëj hesap. Me bo marrë muhabeti kështu. Një. Jëm ka dho selam se kam bërç edhe bëdu me bo dashni. Për që ta, na do të me sëqaru mirë, me dhonë selam, nuk do më në frikë, nuk do më në tutë, nuk do më thonë se unë me ne që ti maj mirë, unë maj ketë që të kumë dërzu ty, të kumë nështru ty, të kumë servirizu ty, ja unë së jem servil heq, të kumë dhonë selam se me ne që duhet me të dhonë selam, se jam musliman. Edhe ti musliman du me të dhonë selam. Edhe ati që so musliman i dhonë selam, kuptimin që i prodhoj paqë edhe ati. Po jo se tutna, nëse bëhet pi tut e hub kuptimin mrapa. Për ata pejgamberi alayhis salam ju thot muslimanëve në Medinë, japni selameve, shpërndani paqen. Me muslimane me jo muslimane jap shpërndani paqen. Nëse s'mund mja shpreh selamin, prodhoj paqe, do mos tutet ai prej teje, sepse Hazreti Muhamedi ka thonë musliman është ai njeriu që pe gjuhës së dorës ti tjetër janë sigurt. Domthon ç'është ky selami? Ti kur stutet pe dorës tam as pe gjuhës tam, ti flan dothën i sigurt pe njerëzve që të shoqënojnë, asnjë frikë, asnjë tut nuk e ki prej tyne. Për ata është mirë me fiksu këto. Selami nuk është nështrushmëri. Selami nuk është mu dërzu, nuk është frikë. Selami është madhështia dhe dhoni e paqes për gjithë njerëzit që na rrethojnë. Për ata duhet më dhon selam tanëve. Të kapa i nati, di se dhe mu kum kap. Të kapa i nati, po jepe selamin. Nash, mos të kthenaj, ti apet jepja selamin. Pse? Se ti duhet më dhon paqe atij. Ai s'jep paqe. Po, ai s'jep paqe, ai kur stekthën, mos e harroni, ata njerëz po mendojnë që është e vogël, jo shumë e madh është. Ai si stjep selam, do mos ka paqe. Do më thonë, ai nuk e shet udhës, ai me ty është, do më anë luft. Për në me anë luft, pse? S'ka paqe. Pse s'ka paqe? Se ti s'pajton me një pikpamje tina. Hazreti Muhamedi ka thonë, alayhi salat, jep një selam atyne që i njihni dhe nuk i njihni. Unë e kësha dash mi pyet ata që s'dan selam. Nëse Hazreti Muhamedi ka thonë, jep një selam atyne që i njihni dhe nuk i njihni. Do më thonë, një musliman kalon t'i jep selam, a din t'ja është bidatxhia e së bidatxhi? Po ti se një heq. A i ka thonë, jepi selam ati që një dhe që nuk e një. Mu më një që jam bidatxhia. Pa tjetrin nuk e një a bidatxhi. Pejgamberi po thotë, jepi selam, e njofte nuk e njofte. Jepi selam. Prodhoj paqe edhe ati, sepse meriton paqen çdo njeri i cili jeton në shoqëni islame. Çështjen tjetër që po kam dëshirë me diskutu është pejgamberi alayhis salam që kjo thonja parë për hapën e paqen, e tani 10 vjet në Medinë është krejt përpjekje me rrugë paqe. Se paqen na mundu me mri, po paqe do të murujt. Paqe do të murujt paqe. A dini që kjo, a dini që puna e paqes? Më pëlqej shumë një hoxh. Tha paqja është sikur zogu. Dalën dyshe, plëm, shpenzë, e kinë grësht, me bo me shtërngu fart, a dini këta fëmija kur të marrin atë plumin e vogël, me bo me shtërngu shumë e mytë, me bo me shliru, e ikë, do të me moj dyqysh, asë mos me shtërngu, asë mos me lëshu. Do me thonë, raportet në shoqëni, paqja në shoqëni, do të dënë kujdes. Raportet tona, na, së cilë për neve ka raport. A dini që të më thonë raportet? Raportet, do më thonë, kanë nevoj kujdes. Do më thonë, i shtërngon shumë, prishesh me njerëz. I shliron shumë, prishesh me njerëz. Dënë kujdes. Raportet dënë kujdes. A dini që ka njëri për shembull që 10 vjet ai martun. Mas 10 vjet u nda. Edhe ai thot, kur s'ku menu që dahna. Jo, edhe bashkësia ka nevoj kujdes. Çdo raport në këtë botë, e kam fjalën njerëzor, ka nevoj për kujdes. Pse më ki mik sot nesër mush mos më pas. Pse më don sot nesër mos më dash. Pse? Sepse raportet dojnë kujdes. Jo një herë lidhë dhe kry muhabet, ose lëshon dhe kry muhabet, jo dojnë kujdes. Çdo lidhje në këtë botë, edhe me babë me nanë, edhe me grua dhe me fëmijë, edhe me shoqënie me mësues me gjithë kanë. Më raportet në shoqëni ka nevojë kujdes. Paqja ka nevojë kujdes. Na duhet mu kujdes për paqen. Me majtë, domethënë, as më shtrëngu, as mos më lëshu. Kjo është sa i përket paqes, e thash edhe një herë, 10 vjet mrapa është rujt që ke paqe. Është rujt me çka? Jenë ardhur dispozitat në vazhdim 10 vjet për me rujt çet paqe. E para pe ty në është e ka ndalu Zoti para gjykimin. E para, e dyta e ka ndalu çfarë do lloja takimi me gjuhë dhe me dorë. E treta, e ka ndalu pejgamberi alayhis salam për shpëritjen e 2 vetëve kur është i treti aty.
E ka ndër me fol ata në vesh me dyshuaj. E katërta e ka ndalu mi 3 ditë mos me i fol vllaut ose mikut ose shokut. 3 ditë ki drejt të ka nervozuar deri në 3 ditë më prish. Mas 3 ditë më në herë më nis me fol. Kush është më i miri, çaj që jep selamin, çaj që fillon e kthen paqen, domethënë mos harrojnë punën e selamit tu. Ai që e kthen edhe një herë në skenë paqen, e ka ndalu tradhtin, çfarë do lloj tradhtie se tradhtia dënon e cenon paqen, edhe e ka ndalu çfarë do lloj dami mi bë kojshis ose fshiut. Krejt që të dispozita, 1% murujt paqen. A mo e para është jepni selam, shpërndon e paqen. E dyta është at'imu ta'am, shpërndoni buk, jepni buk. Këtë punën e bukës, dyqysh nuk e shumë na fort adhurim. A din kjo punë e bukës ma shumë adet. E thash një ditë një ud, shku më ngushllime një loke, unë a dini që po thamë në herë, nana tonë e në konë shumë muslimanet mira. A dini pse? Nana tona me jarë musafiri për 20 minuta e ka bu bukën. Shumë kanë dhonë bukë nana tona. E kanë dasht me dhonë bukë. Se ka pas problem me bu bukën. Kanë pas vullnet me kthy bukë. Me kthy bukë. A pe vreni kuën të unë, në shqyqër që është, nuk jam kondër, është malet tash. Tash kuzhinjeri është. A një shkuju na i dhe, ka dikon që ka bu bukën ata të shpisë. Bëhat mu, e bën na i pagun edhe. Elhamdulillah që u letu. Po në kalumer, a di që shukon punë e bukës. A dini kush e ka bu bukën? Nanat më reklete kam bu bukën. Për dekë, për dashëm, këtë grathi kam bu bukën. Krete do, s'ka pas kushinjerë, s'ka pas azi sahona e tasni. Asni, këtë nanat e kam bu bukën, ato pitet, ato. Dhe kjo, kanë dhonë bukë. E kanë dhonë bukë, dikush për juve e shepa, kjo është sani vogël, jo kjo shumë sani madhë. A do një të regu pse? Zoti ka të regu në Koran, për i qashtjeve ma jetike njët është buka. A dini, mi a dhonë 2 darë, diku i sani vogër, kjo është sani shumë i madho kjo. Allah i ka të regu në Kur'an, gjehnem lit ju lypin gjenet live bukë dhe uj. Një hoqë tha shumë bukur. Tha, ti shkon, ti shdash na i herë mu harru buka dhe uj, që tu të gjehnem i shdash mu harru, dhe mu s'mi ranë men që dhe zaval aty. Po s'ka lidhje, edhe zavalin matë bjen men për bukë. Ishi buka nuk o punë e vogël. Po luftë, po du të më hangër. Buka është jetike. Dhe më honë, krejtë senet njët mund me i harru, për naj dert, për naj sikleti madhë që të kapë, njët mund me i harru të në gjonat. Me hangër buk? S'haran kur. Për që ta është për punëve matë mlaj që Zoti, edhe në Kur'an e ka cekë, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinëve, japin buk, dhonë buk. Unë e po tham dhonë buk, unë e s'po tham ju dhonë të varfënve. Jo, mi dhonë varfë është vlerë me madhe, po kuj do që t'jepsh buk? Edhe një prind që mi dhonë buk, e kishë se vapi që i ke dhonë buk. Buka me dhonë buk, nuk o i bjen veç varfënve. Buk i shdo miku që jep, buk i kishë se vapi në bukës. S'ka, i ta'amu ta'am, jep një buk. Dhe më thani, ideja është shpërndani solidaritetin. Pse? Sepse shëshnia në Medine, kur ka shku pejgamberi, ko shëshnia varfëne. Çka ka nevojë kjo shoqëni, mas pari ka nevojë për paqe. A ma mirë buka paqe. Ha, dashur, mohabeti i fello kë. A ma mirë me pas buk e mos më guxoh me flajt pitute. A me flajt dothun e koja fortun. Cila ka përparësi, mos e harroni. Siguria është më e rëndësishme se buka. Vani me koj sigurt, njeriu me shkuën shtëpi me koj është më e rëndësishme se buka. A i keni po ato shpest? Shpest, kur t'ja qëtë shkokrat e kalamoqit, d'vin dhejt e kafazi. Po kërën pyetja me marë kokrin e me hin kafaz, a me ja najt jash kafazi pa kokër, ato gjithë thujnë me najt jash kafazi pa kokër. Me e mirë është. Liria dhe siguria o me shtrajt se buka. Pa që ata mas pari për hapën e paqen, e dyta për hapën e solidaritetin. Njëherë zëtë mungi i bukë. E thash edhe për Bajram edhe shumë më rëndësi, na du të shumë me të cekë qëta. Ska as Bajram, ska as një gjallë e zedë këtë bukë, kur njësë në së njën bukë. A dhe të bëmë rralë. Mune me bo lafë sa dush një, so ka njët bukë. Moja natë moj vajzënë, kësë mëndë më ngu vajzë. Asë pësu së nësë më në ngonë kë, së ngi bukë. Njëri që nuk i ngi bukë, së më me funksionu normal. Asë në dersa, në gjamia, në namaz, asë një gjatë tjetër.
Njerëz kanë nevojë mungi buk mas pari. Sigurt të mungi buk. Shpërndan e bukën. E të shpërndamja bukës shumë vlerë, vllazni shumë e vlerë. Feja jonë shumë i ka dhënë rëndësi. Kështu një veç disa fakte pjabi. E para është një pjesë e lamjes gjunaheve, ose e kompenzimit të gjunaheve me buk bëhet. Me bo me prish një ditë të Ramazanit me qëllim. Çka do të me bo? 60 ditë me nxinu. S'munesh me nxinu, qa me bo? Qa me bo? Opcioni dytë. 60 varë me dho buk. Imaginani, 60 varë me dho buk e ka llogarit sikur me nxinu 60 ditë. Është e barabartë, lirohesh. Plaku i shtyn mosh, i smut, s'mëra gjeran, qa me bo? Ka një vitër, buk. Shumë mesile. Ka bo beje se ka mojt bejen, 10 dvarë me që ka mi dhonë? Buk, mi dhonë ushqim. Qete, qa është tjetër? Akika, i ka le djali me prej kurbanin. A dini që po kemë të lasht të kurbani? Kurbana thirin, kështë më na vetë, hojë, ma ka falë zotin i fmi, po du me prej kurbanin, qysh me shpërnda. A din? I thash, jo nuk do të me shpërnda, këto do të me pregadit e me këthy drejkë. Ja, ka shtira. Se dikush ka pare shumë. Nuk ka problem me prej kurbana, me këthy drejkë ka problem. Se ka angazhem aty mrapa. Me prej një kurban, e mja që hujgjë, në shpërndoja njëzë shumë letë, se veç pare duhet. A me bo ahengo problem, do të me iftu njëzë, do të me bo pregaditje, do të një qimë problema, do të me gjysin e ditës me argju, janë një mori procesës. Veç mos harani, kurbani i fëmis nuk shpërndohet, kurbani i fëmis do të më prej, më bo ahenga, akika është aje, do të me jodhon buk njerëzve. Subhanallah, kurbanin e këtë tjetëri kurban tani është, mos flasim tash për kurbanat, vitrat. Do të thonë, imagjinoni tash kur të kthehemi anën tjetër, do të thonë, një pjesë e kompenzimeve me ushqim, akika me ushqim, kurbani me ushqim, dhënia e ushqimit prej adhurimeve më të mëdha që besimtari mund të më bë. Edhe më shumë se kjo, pe gjanave që më shumë të e kënaq Zotin këtë botë më dhon njerëzve buk. Allahu i madhnushëm e ka regjistruar në hadith në ditën e Kiametit që shifol një robi. I thot një robi, apo të kujtohet filan ditën kur të pata lyp buke së më pat e dhonë. Që kjo habitet e vish. O Zot, qysh me dhonë ty bukë, po ti e Zot i qive i tokës. Shëpytja, përgjigja me vend, se kjo i befasum. Zot i po i thot, asë mon men filani që të pat lyp buke si pat e dhonë. Ti kështë e dhonë buka dit, e kështë gjithë tash këtu. U konë, subhanallah, a dini që shi bjen kjo? Kjo i bjen që njerëzit janë rab të Zotit. Kush ju jep buk njerëzve ka knot Zotit. Kjo është sikur kur një në qytet me fëmijë, a din, më fani për shembull, veç për me ofru kuptimin. Kur e ki fëmijën për dorë, e dikush nalet ja blin çokoladë aty fëmijët. Kjo, më fani, kanë neruaj këtë rast. Ty të kanë neruaj, jo fëmijë. Fëmia veç e han çokoladën, po s'de mu neruaj, s'dena, ai veç e merr çokoladë, as faleminderit, ky baba i të thuj faleminderit. S'de faleminderit me thonë, ja çokoladë. Kush njëti nerun këtu? Kush njëti nerun? Prindi. Si kur t'jabë buk njerëzve, ke neru Zotin e mënushë. Shumë punë e madhe me dhe buk. Ka shumë tekste, nuk për zgjatëm shumë, e dyta, e treta, është lidhje farefisnore, mani lidhjet, dhe më thonë forconi lidhjet. Prej forcimit lidhjeve, mos me marë shumë kohë, më pëlqeu shumë një hadith që nuk i kësha ndëgju ma heret edhe besoj që është edhe risi edhe për juve. Hazreti Muhamedi a.s. qaqë shumë ka përësit me majt lidhjet me njerëz, me ndërtu ura lidhse, mos me konë rënu si raporteve, si do mos farefisnore. Hazreti Muhamedi ka thonë, ka mu shliru Egjipti, ose ka mu shliru një tokë me qitë amen, kur të heni atje, silluni mirë me ata njerëz. Pse? Ka thonë se ata i keni farefis edhe keni miqësi me ta. Qfar farefisnie, qfar miqësie? A mundet dikush me më kallëzu që kanë lidhje Arabët e Mekës me Egjiptin? A keni harruju që Hazreti Haxheri u konë Egjiptit? Ja ka pas dhënë Hazreti Ibrahimit, Sara ja ka pas propozu Haxherin Hazreti Ibrahimit, e pej Haxherës është Ismaili, e Ismaili është
Arab, dhe më thonë, nana jo në shpe Egjiptit me respektu, oj, mote, pa si ka harroa. Edhe mitësi është se Egjiptian kanë konë meq me Hazreti Ibrahimin, e zënafila e Arabëve është të Hazreti Ibrahimi, i kena meq, gatë, po i kena meq. Silluni mirë kur të shleroni Egjiptin, pse se keni farefis me ta dhe keni mitësi, po kushta e mitësi, te Hazreti Ibrahimi a.s. A monet dikush me të vërtet me kuptu këtë madhështi dhe këtë, derin këtë shkallë nuk e ka harru mitësin, derin këtë nivel. Hazreti Muhammed a.s. Për që ta thuhet që nuk ka gjuna në këtë botë që duhet mu dënu ma shpejt se sa gjuna i shkputje vë raporteve. Edhe nuk ka punë e mirë që duhet mu shpërbly ma shpejt se sa lidhja e raporteve. Asni punë e mirë në këtë botë nuk duhet mu shpërbly ma shpejt, edhe nuk duhet mu ndëshku ma shpejt se sa lidhja e raporteve ose lidhja e farefisit. Bile feja jonë edhe ma ne ju shku, edhe ka thonë lejse l'wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idha qata rahmahu wasalaha. Nuk konsiderohet çike majt lidhet farefisnore nëse e shku me ata që të vinë. Kjo po je ku shku edhe ku majt lidhet, kjo nuk konsiderohet. Kjo është natyrshëm do të më bëj. Të ka ardhur të më shku. Mbajtje lidhje farefisnore me shku aty që të kanë shkput, të kanë ndërprej, stimojnë lidhjet. Çatëre konsiderohet çike lidh. Çatëre që majt lidhet farefisnore. Edhe ma shumë se kjo, vllazni, dashtun është që thuhet figurativisht, simbolikisht, lidhjet farefisnore, kur i ka kriju Zoti senet, tana senet jënë dorë të Zotit. Toka në dorë të Zotit, dielli në dorë të Zotit, shpirti jonë në dorë të Zotit, kjo në dorë të Zotit. Veç lidhet farefisnore me duhet njerëzve. Ndashëm me majt na rrinë, zdështëm me majt na e thuhet kështu figurativisht, kupton e drejt. Lidhet farefisnore janë ku të Zotit, i kanë thonë Zotit, mirë bre ti krejt senet i lënë dorë tonë, veç neve na lënë dorë njerëzve. E ka shpreh një farë lloj pakënaqësie. Zoti i madhnushëm ju ka përgjigj. Ka thonë ai e kënaqur. Ai që të lidh ty është i lidhur me mua. Ai që të shkput ty u shkputë me mua. Për që ta, kur të fulëm për namaz, për adhurime, për rituale, po u shkputën lidhet, po jenë arrogant me prind, me vllazni, me axhallar, me dajallar, me farefis. Nëse aty nuk sillën mirë, bin këtu këto gjëra tjera janë u shkputë me Zotin ti. Sepse ato që ta kalon dorë nuk e ke marrë. Për ata lidhje e, domethënë mbajtja lidhje farefisnore për çështjeve më madhore në fe. Ndoshta e kisha thoj fjali edhe kisha pas sef në dikush po shënon, kisha pas sef me shënuar, mendoj se edhe kam i postu më vonë. Janë 4 gjanat e majtja lidhjeve, se raportet. E para është raportet farefisnore vazhdojnë me neglizhim. Mesin të lidhnit, e kuptoni neglizhim? Jo neglizhim të i neglizhu raportet, po të i neglizhu fjalët e... Diri pse i prishëm na raportet? Tha, i komni. Në lidhjet farefisnore shumë të vy neglizhenca. Kuptoni drejt neglizhencën. Do të thonë, vjen dikush thotë ai djali mi s'ka fol për ty. Lekit muhabet. Po jo ai tjetri ka fol. Lekit muhabet. Neglizhenca e fjalëve, e bishtave, këtyre muhabeteve i mal mesin të vazhdueshme lidhjet. Për çdo ata njët kanë herë na vyn aniva sniva, a pash s'pash. Me bëmë i pata në senet, prishet muhabeti. Me bëmë i nita në senet, prishet në shpe, mrena familjes. Me bëmë i pa krejt gjona që i bën gruaja, prishesh me gruan. Me bëmë i një krejt gjona që i thot gruaja, prishesh me gruan. E pa dhe një pyetje të mirë në Facebook. Masi poshtë pa jam na po folëm mash lidh. Një musliman i mirë ma ke shkrujt e kum një grun të fol kesh për nonën, a më lshu gru thash jo. A do të më lshu ton ashtu. Ju është më me riparu muhabetin se me bë me shku kështu do të ketë grad më lshu. Po ato mos i nia, s'u dosh me nia ato praktikisht. Neglizhimi i fjalëve i thashë thëmeve është kusht për me met raportet. Njerëz
Dëmonë që çdo fjalë kanë që me perceptu, janë problematikë, s'mojnë lidhje me kërkan. E para. E dyta është, që kjo e para ke me ec lidhjet. Mu shtu lidhjet, mu forcu lidhjet është kompromisi, reciprociteti, fjala e kuptoni? Kur ti jep diçka, unë dhot diçka, ti më jep diçka dhe ti lëshon pe pak, unë shoj pe dhe kompromis. Kompromisi gjithë i forcon lidhjet. Me shok, me gru, me fëmijë, me gjithkan. Çdo lloj kompromisi në këtë botë i forcon lidhjet. E treta, kur ja nisin mu smu lidhjet, smuhen. Ja nisin ka pak mu smu, është kur t'ja nisësh me i shti gjanat për bire gjylpanës, kur t'ja nisësh me i pa dhe mikrobet edhe ato kimet ma t'vogla, kur t'ja nisësh me i pa, ja ka nisë mu smu lidhjet. Kur t'kish tani qef, gjdo fjallë me ngu, gjdo mohabet, gjdo detaj, kur për ata thuhet me drejt thuhet, para se më martu, bëni 4 sy, këtë martu është njonin mshile. Po se mos harani vili shumë rëndësi. Njerëz që janë, a din kush është gentleman këtë botë, a din kush do, kush kanë dënë shoqënie. Njëri që nuk jo vënën synin gjona temta i mësit e prishin njeriu këtë botë. A i keni pa na kur bën një shoqëni, pra ti e bën një shok, ja këshyri mësit. S'mon me majtë shoqëni. Jo, na duhet me këshyri një tjetrin në çështjet fundamentale, në çështjet të mëdha, në çështjet temta. Çështjet temta asnjë shok që e ki ti në çështjet temta s'pëlqen. I mësit do të me i vra. Mos më merr me to, se s'ka njëri ideal. Në momentin e parë, kur janë nesh me i këshyrë gjanat e emta, gjithë prishesh me njerë. Është fillimi smundjes raporteve. Si dhe që me i këshyrë ato gjanat e emta, e pa të full qësh ma qiti muni. Edhe kjo është tani i mësie. Të vatë të fësire, të komentet e emta, të jenë shumë damshme, i smujnë raportet. Edhe funit është kur vdesin raportet. Se parën e patëm me i lanë kështu me ecë, do të me neglizhu ka pak, mos me i një dhe gjana. Me i forcu do të kompromis. Kur janë nisin musmu, kur janë nis mu merë me detaje me imsina. Kur vdesin raportet, kur janë nis hetimi. Ku shofajtori këtu. A ti ke gabu, a unë ku gabu. Kur t'janë nis investigimi, aty ma smetet raporte. Am ke tratu, as unë ke tratu. Ja, këna me qudin fund, prishen raportet. Dhe më thonë, në momentin e parë, ma në men, me një mik, nëse kini konflikt, ja nisë në hetimi prishet muhabeti. Dënë mi majtë, e neglizhan edhe atë muhabet. A ke thonë, as ke thonë, jo, këna më unë gjukë tu, më ka thonë edhe, këna me hulumtu dhejrë, a ke thonë, as ke thonë, u prishen raportet. Ke i vdes raportet. Hulumtimi është faza funit ku vdesin tëna raportet. Për që da, kjo është edhe në Kuran, vllazni dashtun, kur burri akuzon gruan ose gruaja akuzon burrin për tradhti, edhe ata quhen bojnë be. Ata duhet gjithçysh munda. Se atë s'ka mo, aty tash dikush do të më ka fajtor, u hite beja, ky ka bo 4 herë beja, ky ka bo beçi, ka boja, ka bo beçi, s'ka bo. Aty edhe imagjino shëratikisht ata bojnë be po ndahen. Pse? Sepse si të lypet, si të hulumtohet gabimçari aty marrojnë lidhjet edhe shkputen raportet. Qito janë 4 gjana që kisha pas, ju mendoj që ju duhen shumë njët. Neglizhimi për mi majt, kompromisi për mi forcu, mos me merr me imsina është ose merra me imsina fillon me ismu raportet, edhe hulumtimi i gabimit, edhe investigimi deri në minutën e fundit është shkputje dhe vdekje të në raporteve. Në fund Hazreti Muhamedi ka thonë: "Wa sallu bil lejli wa nasu niyam." Faluni natën kur njerëzit flajnë. Nuk po du shumë mënon që pikse di që të shumë keni njohuri edhe nuk jam fort i dent me fol për pikse me namaznos ton kena të lashe. Ka pak edhe nuk e pash for veten që jam merituar me fol. Për këtë vërtetime, veç po du një gjatë tjetër me thonë. E kena një telashet madhe sot me fen. Njerëz kur po fetarizohen, nuk përkthejnë fetarin produktivitet, po përkthejnë fetarin fetfaen, lafe, nakuza. Hazreti Muhamedi po thot kështu, alayhi salatu wassalam. Po thot, japni selam. Japni buk një tjetrit. Apo jo? E treta, mani forconi lidhjet, ndërtoni raporte, krijoni lidhje të reja. Çka janë këto të reja? Çka janë këto të reja?
Këto janë rezultati fetarisë. Një fetar që falet natën që do i bën ditën. Por që ta nuk po thot pejgamberi alayhis salam natën japni buk e natën e ditën që nuk falnu. Me të pak e dy aja. Ai po thot ndryshe. Ditën bënu produktiv. Domethënë, çka do të thonë fetari mirë sot? Fetari mirë nuk ka një njëri që t'jap fetfa gjithë ditën, e ky bidatxhi, e Imam Albani, e Uthejmini, të leo bur me ders, të leo me llafe, të leo me fetfaja, dhe kur gjithë asnjë gjë s'ka pitina. Fetari mirë është një njëri që jap selam, paq, jap buk, është produktiv në shoqni, ndërton lidhje, natën falet. S'ka nevojë me të lodh me fetfaja, me muhabete, i man ato për veti natën. Fen, bindjet e juve, fetfat e juja, mani natën këtu. Ditën jap një paq, jap një buk edhe ndërtoni raporte. Që kjo për juve. Po çka po bëjmë na? Gjithë ditën shkatrojmë selam. Gjithë ditën s'don buk. Gjithë ditën prishim raporte edhe në fund e falim namazin e natës. Po ai gjithë ditën me sifar fetvash. Edhe u kriju një farë përshtypje që si të merret me çdo fetva ma fetar. Jo, unë po them ndryshe. Asnjë fetva mos me ditë këtë botë. Asnjë gjë mos me ditë këtë botë. Jap selam, jap buk, edhe ndërton raporte, edhe i fal ka 2 rekate natën është hakikat musliman. Çështja janë kanë muslimanë të parë. Pse ata muslimanë të parë, ky zotnia edhe ata muslimanë të parë në Medinë që erdhën, a shumë kanë ditë ata, kanë lexuar ata libra voluminoze? Kanë ditë diçka dhe kanë zbatuar, ata gjithë natë ditë kanë dhënë selam. Nuk ka shumë nuk është kompleksive kjo, nuk ka shumë filozofike. Po çka po du të thonë? Mos i lëni njerëz me fetva, mos i lëni njerëz me mendime, me opinione, me llafe. Produktiva, e bo fetar po, çka feja? Ai fal gjithë natën po. Çka në mëngjes? Po janë fal gjithë natën, ato natën e ke bo. Apo kuptoni? Fen, namazin që ke bë, natën e ke bë, ai ke bë për Zotin, leje mos e trego ato, as mos tregoj 3 gjëra që me të cilat na duhet me ndërtu shoqni. Na po duhet me ndërtu shoqni o burra. Na s'kem arrit me ndërtu shoqni, na s'kem arrit me ndërtu shtet. Muslimanët nuk kanë shtet sot. Na s'po di me ndërtu shtet. Na u mytu me fetfa, me ligjërata, me shtet s'po di, shoqni s'po di me ndërtu. Pse? Se po të kallzon që është ndërtohet shteti me kuaj, alayhi salatu wasallam. Ai po thotë duhet me pa dhon selam, duhet paqe me jap muslimanin në shoqni. Duhet me jap buk, edhe duhet me kriju raporte, që ashtu ai fillon më ndërtu shteti. Allahu na fal inshallah të gjithëve. Zoti ju shpëbleft shumë, faleminderit. Allahu ju nderoj më të mira inshallah shihemi sot në javë. Selam aleikum.